Personat që hanë qershi urgjent duhet ta dëgjojnë këtë lajm. Do ngeleni pa fjalë. Nuk ka një njeri që të mos jeti marrosur pas qershive. Është e pamundur që të mos hutohesh pas ngjyrave të tyre të nuancave të ndezura dhe gjithashtu efektet që do t'i japin për organizmin do t'jenë mbreslëndse dhe pozitive, të cilat mund t'i japin gjithashtu edhe të mira për shëndetin tuaj. Qershit i japin rezultate fantastike për organizmin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ato mund të ndikojnë pozitivisht edhe në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Por çfarë ndodh me organizmin tuaj nëse konsumoni qershi çdo ditë gjatë verës? Qershit përmbajnë vitaminën A dhe vitaminën C dhe nivele të mira të kaliumit. Vlerat shëndetësore që do të merrni nga konsumi i qershive janë të larmishme në lehtësimin e komplikacioneve të organizmit. Qershit përfshihen në rritjen e imunitetit dhe vetit superiore të tyre në lehtësimin e komplikacioneve të organizmit, që me kalimin e kohës ndihmojnë gjithashtu edhe në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Ato mund t'i japin rezultate fantastike, mbrojtjes së shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Qershit janë të pasura me nivele të mira të antioksidantëve, element këto të cilat do t'i japin frutave dhe perimeve ngjyrën e tyre të kuqe, vjollcë ose të errët. Një ushqim i pasur me antioksidant do të ulë riskun për të vuajtur nga sëmundjet kardiovaskulare. Konsumi i qershive ka gjetur john për shkak të çlirimit të dhimbjeve, gjithashtu edhe problemeve të artritit. Kohët e fundit është zbuluar se qershit luftojnë gjithashtu edhe probleme të pagjumësisë dhe dhimbjeve të ndryshme muskulare. Shtimi i qershive në dietën tuaj do të ofrojë veti antiinflamatore të vitaminës C dhe të antioksidantëve. Këto fruta mund të jenë një nxitse shumë e mirë e një gjumit të rehatshëm. Sipas studimeve, vlerat antiinflamatore të qershive ju ndihmojnë të flini më mirë. Një dietë e pasur me qershi është zgjidhje e jashtëzakonshme, freskuese dhe e shijshme. Zëvendësoni ushqimet e darkës me fruta si qershit për një gjumë të mirë dhe të rehatshëm gjatë mbrëmjes. Qershit janë një produkt i rëndësishëm kundër dhimbjeve fizike. Qershit janë natyralisht të pasura me kalium, që përçon impulse elektrike në të gjithë trupin tuaj. Ky mineral do të ndihmojë në ruajtjen e tensionit të gjakut, hidratimin, rimëkëmbjen e muskujve, impulseve nervore, tretjen, rrahjen e zemrës dhe ekuilibrave të pahashit. Një gotë me lëng qershie do të ofrojë 330 mg kalium, që përbën rreth 10% të dozës së rekomanduar ditore të kaliumit. Qershi do të luftojnë gjithashtu edhe problemet e inflamacionit. Studimet kanë treguar se antioksidantët që gjendet te qershit do të paksojnë dhimbje dhe inflamacione të shkaktuara nga osteoartriti. Shtimi i qershive në vaktet tuaja ditore do t'japë gjithashtu rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e problemeve të imunitetit. Si të gjitha frutat dhe perimet e tjera, qershit janë të pasura me doza të mëdha të antioksidantëve që mbështesin organizmin tuaj në betejën kundër virozave të stinës. Shtimi i këtij fruti në vaktin tuaj ditor do t'japë gjithashtu rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit. Flavonoidet, antioksidantët që gjendet te qershit do të luftojnë infeksionet dhe problemet të ndryshme të organizmit. Studimet kanë treguar se shtimi i qershive në dietën tuaj ka ndikime domethënëse pozitive në funksionet e sistemit imunitar dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët i cilësojnë qershit si një përzgjedhje fantastike me ndikime pozitive në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Qershit janë një nga frutat më të shëndetshëm dhe më të shijshëm. Një grusht me qershi i shtuar çdo ditë në dietën tuaj mund të përmbajë 100 kalori, 15% të nevojës ditore të vitaminës C, por këto nuk janë arsyet e vetme pse ju duhet i konsumoni qershit. Sipas ekspertëve të Healthline, shtimi i këtij fruti në dietën tuaj do të ndikojë pozitivisht edhe fal antioksidantëve që ato përmbajnë. Qershit janë një burim shumë i mirë i antioksidantëve. Komponentë të tillë
me veti të mira anti-inflamatore. Ato ngadalësojnë plakjen dhe parandalojnë në sëmundje të ndryshme kronike, siç janë për shembull sëmundjet inflamatore, por mund të përmirësojnë edhe shëndetin tuaj kundër problemeve të Alzheimerit edhe mbipeshës. Qershit kanë pak sheqer në përmbajtjen e tyre, por ato kanë veti të mira në mbrojtjen e shëndetit. Përveç kësaj, qershit rrjedhin ndër frutat me pak sheqer. Kjo do të thotë se nuk shkaktojnë edhe luhati të niveleve të sheqerit në trup dhe të insulinës. Qershit të shtuara në mënyrë të rregullt në dietën tuaj do të ndikojnë pozitivisht që të arrini një gjumë të qetë dhe të rehatshëm në mbrëmje. Qershit janë një nga burimet më të mira të melatoninës, hormoni i cili ndihmon në kontrollet më të mira të gjumit. Një studim ka treguar se burrat të cilët kanë probleme me gjumin, nëse shtojnë qershi në dietën e tyre, do të kenë një gjumë më të rehatshëm dhe më të mirë në mbrëmje. Shtimi i qershive në dietën tuaj ditore do të ofrojë gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë kundër problemeve të kolesterolit. Ullëtimet kanë treguar se lëngu i qershive ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit dhe do të përmirësojë ndjeshëm situatën tuaj imunitare. Qershit janë një përzgjedhje fantastike me ndikime pozitive në rritjen e vlerave të trupit tuaj. Qershit janë të pasura me substanca që ndihmojnë kundër inflamacioneve dhe problemit të radikaleve të lira. Sikur kjo të mos mjaftonte, një studim laboratorik ka treguar se shtimi i qershive në dietën tuaj do të ndikojë pozitivisht në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Qershit janë të mira për organizmin dhe një i rritur duhet t'i ketë pjesë përbërëse të dietave të tij. Sërish një natë pa gjumë. Lëngu i qershive është shpëtimi juaj. Pini lëng qershie 30 minuta pas së zgjimit dhe 30 minuta përpara se të shkoni për të fjetur në mbrëmje. Disa persona të cilët kishin probleme me gjumin bënë pjesë të ritualit lëngun e qershive. Rezultoi se ky lëng do t'japë rezultate fantastike në cilësinë e gjumit dhe lehtësimin e problemeve të pagjumësisë. Nëse doni të keni një gjumë më të rehatshëm në mbrëmje dhe të keni një gjumë më të mirë, atëherë shtimi i lëngut të qershive në dietat tuaja do të përbëjë një faktor fantastik rigjenerues për organizmin dhe lehtësimin e problemeve të tilla. Qershit janë një produkt që do të ndihmojë organizmin edhe në betejën kundër peshës së tepërt. Veçanërisht qershit jo shumë të ëmbla, pasi ato që kanë lëng ndihmojnë në reduktimin e niveleve të yndyrnave në trupin tuaj. Studiuesit kanë nënvizuar se konsumi i qershive ju vjen në ndihmë personave që duan të bien nga pesha e tepërt trupore. Shtimi i qershive në vaktet tuaja ditore do të ndihmojë gjithashtu edhe kundër problemeve të Alzheimerit. Shoqata e mjekëve në luftën kundër Alzheimerit ka futur qershin në listën e ushqimeve që ndihmojnë shumë në rritjen e kujtesës dhe ndihmojnë gjithashtu edhe në sistemin njohëse. Falë pranisjes së lartë të antioksidantëve, qershit njihen si një frut shumë i konsumuar, veçanërisht për të forcuar kujtesën. Qershit janë një produkt fantastik edhe kundër problemeve të iktusit. Nuk mund të mos kishte përfitime për sistemin kardiovaskular ky frut i mahnitshëm. Janë fruta që ndihmojnë më së shumti kundër dhimbjeve dhe në kontrollin më të mirë kundër problemeve kardiovaskulare, veçanërisht tensionit të lartë të gjakut si dhe problemeve të diabetit. Qershit do të ngadalësojnë gjithashtu edhe problemet e lëkurës. Qershit kanë nivele shumë të larta të antioksidantëve dhe ky frut është një produkt veçanërisht i rëndësishëm. Antioksidantët ndihmojnë në trupin në luftën kundër radikaleve të lira që na bëjnë të dukemi më të vjetër. Pirja e përditshme e një gote me lëng qershie çdo ditë mund të ngadalësojë procesin e plakjes, citojnë shkencëtarët e Universitetit të Michiganit. Lëngu i qershive rekomandohet gjithashtu edhe si një trajtim alternativ kundër problemeve të lëkurës. Ndaj, sigurimi i produkteve të tilla në dietën tuaj ditore do t'japë rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i qershive në vaktin tuaj të ditës do të përkthehet në një mbrojtës të veçantë ushqyes për shëndetin dhe rigjenerimin e tij. Ndaj mos nguroni ta keni pjesë përbërëse të dietave tuaja qershin dhe lëngun e saj. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.